Thank you, Liliana. Didn't I tell you that this was a beautiful panel? Well, thank you really to all the speakers for humanizing enlargement. We're not just talking about political will, institutions, technicalities, but we're talking about people, and that's very important. So what I got away from this session is that Europe is not just a continent, it's an idea. It's a place where it's shaped by culture, by history, by values. And as one of the founding fathers of the European Union, Konrad Adenauer, used to say that European Union was a dream of a few, but it's hope of many. So thank you for your energy. Now I would like to introduce, and it's my great pleasure, to introduce a leader from the Western Balkans, whose voice has become in Brussels and elsewhere a synonym është bërë sinonimi I krijimtarisë, ambicjes, por edhe angazhimit të plotë ndaj të ardhmes europiane, kryeministri I Shqipërisë Edi Rama. Dje, Shqipëria arriti një fazë shumë të rëndësishme të Bashkimit Evropian, duke çelur tashmë të gjithë kapitujt të negociatave. Faleminderit shumë dhe nga ana tjetër, na duhet të themi që Shqipëria është një nga ato vende ku më shumë se 90% e qytetarëve përkrahin skajshmërisht shumë antarësimin në Bashkimin Evropian. Pra, gjithmonë është e qartë që gjithçka mund të arrihet me besim të plot. Fjalën ja kalojmë kryeministrit të Shqipërisë. Dear friends of Europe, të dashur miq të Europës, dear Gertjan, and through you, I dashur Gertjan dhe nëpërmjet jush edhe e dashur Marta. Thank you for the invitation and for Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe që më vendosët sërish në këtë fushbetejë të njohur idesh për të ardhmen e Europës, këtë të ardhme që ne kemi përpara me të gjitha nuancat e saj të grisë, e gjithsesi edhe me dritën e premtimit të saj jashtëzakonisht të qëndrueshëm. Më keni ftuar të flas për zgjerimin, por duhet të rrëfej që duke ardhur këtu sot, e kapa vetëm duke menduar çfarë tjetër mund të them unë për zgjerimin, pra çfarë mund të them më tepër për të. Kam folur aq shpesh për të, saqë ndonjëherë kam frikë se mund të botoj një libër vetëm me ilustrime që tregojnë evolucionin e flokëve të mi ndër vite, me titulli fare mirë mund të jetë anatomia e plot e një zgjerimi që ende nuk ka ndodhur. Dhe e dini çfarë? As nuk do të heq dorë nga zgjerimi, as nuk do të më mbarojnë ndonjëherë fjalët për të. Sepse zgjerimi është thjesht një tjetër fjalë për të thënë e ardhmja e vetë Europës. Është pikërisht kjo lidhje e pandashme mes zgjerimit dhe së ardhmes që më bën të flas jo thjesht si kryeministri I Shqipërisë, as si thjesht përfaqësues I një vendi negociues, por si qytetar evropian I një kontinenti historia e të cilit është një tapiceri e endur me luftë e paqe, shkatrim e rilindje, rivalitet dhe pajtim. Dhe më lejoni ta them krejt qartë, në vend që të përdor fjalën zgjerim që ka lindur në Bruksel dhe është rënduar teknikisht, unë preferoj të përdor një fjalë tjetër e cila vjen nga zebra e historisë son dhe nga logjika e së ardhmes son të përbashkët, dhe kjo është fjala ribashkim, sepse në të vërtet ky është koncepti, e vërteta e thjesht, një domosdoshmëri historike dhe vetmja rrugë për një kontinent që duhet të rigjej vetbesimin, të mbroj paqen, të ruaj prosperitetin dhe të mbaj peshën e vet në një botë që lëviz shpejt, fort dhe pa mëshirë. Dhe tani dëshiroj të them pak fjalë për Martën, për këtë zonjë e cila për
Më pak se 2 javë do të ketë mbushur vitin e saj të parë si komisionerja jonë për zgjerimin, dhe në fakt ky fillim I martës duket sikur ndodhi vetëm dje dhe jo sepse koha fluturon, sepse më besoni që sa më shumë plagë kemi aq më shpejt fluturon koha, apo jo Federica? Por për faktin sepse këto muaj Marta na I ka mbushur me lëvizje, me rezultate dhe duhet ta them edhe me një entuziazëm I cili deri vonë besoja se Brukseli e kishte humbur, varrosur dhe që nuk do të kishte shans që të rigjendej. Dje ma Shqipëria hapi 5 kapitujt e fundit të negociatave, 28 prej tyre në drejtimin e Martës. Dhe që t'jemi sinqert, jo vetëm që nuk më kujtohet, për as nuk mund të imagjinoj se kur ka qenë hera e fundit që zgjerimi ka prodhuar kaq shumë debat konstruktiv, kaq shumë presion pozitiv dhe kaq shumë oksigjen të pastër politik. Dhe më lejoni që kësaj sale t'i sjell diçka në vëmendje. Për Shqipërinë, ky rrugtim I ynë nuk ka qenë një rrugë drejtë e mbushur me duar trokitje. Ne vim nga një rrugë gjatë, fillimisht të stigmatizuar dhe të nënvlerësuar për shkak të një imazhi ndërkombëtar të formësuar jo vetëm nga veprimet tona të gabuara, por edhe nga stereotipet e amplifikuara të mediave perëndimore. Më pas të vlerësuar nga Komisioni Evropian për përpjekjet tona të shumta e të sinqerta, por të refuzuar nga Këshilli për shkak të debateve të brendshme politike në disa shtete anëtare. Pra patëm këto 3 momente poshtërimi që testuan durimin ton, besimin ton tek Europa dhe vullnetin ton për të vazhduar punën ton. Dhe nuk do t'i harroj kurrë sepse I kam të gdhendura në kujtesën time fytyrat e zbehta të anëtarëve të Këshillit Evropian pas netëve të gjata të mbledhjeve, takimeve këtu në Bruksel, tek shpreheshin përpara kamerave. BE-ja nuk I mbajti premtimet e saj ndaj Shqipërisë. Por siç ka thënë edhe Nietzsche, ajo që nuk na vrau na bëri më të fortë dhe ja që poshtërimi u shfaq por si një bekim që ishte thjesht I fshehur dhe ne vazhduam përpara me një bindje të vetme dhe të palëkundur që ne nuk I bëjmë këto gjëra për Berlinin, Parisin apo Hagën, por për vetëm ton, për vendin ton dhe për brezat e ardhshëm të Shqipërisë. Bashkimi Evropian është burimi ynë I hapur I njohurive, ne mësojmë më shpejt, përmirësohemi vazhdimisht dhe vazhdojmë punën athuase negociatat tashmë janë hapur prej kohësh, duke u përgatitur që t'jemi plotësisht gati kur të vi momenti I duhur. Dhe ja ku jemi tashmë, qëndrojmë drejt me kokën lart, pasi vetëm për 14 muaj kemi hapur të gjithë kapitujt. Kemi rikuperuar një sasi të jashtëzakonshme kohe të humbur dhe e kemi vendosur veten në krye të bllokut të Ballkanit perëndimor. Më lejoni të theksoj se ky sukses mahnitës nuk është vetëm I ynë. Gjatë viteve të fundit, në drejtimin e presidentes von der Leyen, Komisioni u rikthye në qendër të lojës dhe gjatë këtyre 12 muajve, dhe falenderoj Martën, në saj të saj, pra dhe ekipit të saj, u dirigjua një orkestër e ndërlikuar duke akorduar instrumente që për vite të tëra kishin qenë të pa akorduara, duke krijuar një harmonik aty ku kishte pasur vetëm kakofoni dhe duke rikthyer besimin e çmuar mes Bashkimit Evropian dhe atyre vendeve që dëshirojnë të bëhen pjesë e saj. Dhe nga ana tjetër janë shtetet anëtare me një energji të rinovuar për projektin e madh të ribashkimit në dritën goditëse por kthjellëzuese të agresionit rus në Ukrainë. Ju jam sinqerisht mirënjohës ndaj të gjithëve dhe siç ka shkruar dikur një britanik I mpret në mendim, unë do të mbroja idenë se falënderimi është forma më e lartë e të menduarit dhe se mirënjohja është lumturia e dyfishuar nga mrekullia. Të dashur miq, në barometrin e fundit evropian mbi qëndrimet ndaj zgjerimit të BE-s, Shqipëria doli në krye të asaj liste, me 92% të qytetarëve të saj besnik ndaj BE-s dhe 91% mbështetës të antarësimit. Por më lejoni që të sqaroj një gjë këtu dhe që të sigurohemi që ju as të mos guxoni të mendoni se ai 8 apo 9% që I mbetur nuk janë besnik ndaj BE-s apo mos e dhënë Zoti,
janë kundër antarësimit. Jo, ata thjesht ndodhi që u pyetën nga anketa me njëherë pas në një grindje me bashkëshorten apo me bashkëshorten, ose duke qenë në mes të trafikut torturues të Tiranës, ose ndoshta thjesht pak minuta para ndeshjes për kualifikimin të botrorit pra ndaj Serbisë. Ndaj, nëse heqim këta faktorë të jetës së përditshme, shqiptarët janë 100% besnik ndaj BE-s dhe 100% mbështetës dhe përkras të antarësimit. Nuk bëjmë shaka këtu. Tani më lejoni t'ju them se çfarë nuk shkon me ne, duke u nisur me një kujtesë për diçka që shumë brenda Bashkimit Evropian, të lindur në një paqe të kadifet, të rritur mbi astëkët e rritjes së përhershme ekonomike dhe të mësuar në një zonë komoditeti ku edhe volumi i rritjes rregullohet që të mos shqetësohet macja që fle pranë shtratit tuaj, e kanë harruar gradualisht. Të kujtojmë se si dhe pse lindi Europa. Ajo lindi kur kontinenti ynë u coptua në dysh, një perde e hekur jo prej metali, po prej ideologjie, frike, ndau kombe, familje, fate dhe pra pasaj, bisha e gjëmueshme e totalitarizmit e të gjohet çdo ditë duke kujtuar të gjithë në perëndim se kërcënimi ndaj lirisë, demokracisë dhe paqes ishte real, ishte afër dhe kërkonte përpjekje krijuese në përpjestim me rreziqet që e kërcënojnë atë, siç thuhet në atë fjali që gjejmë në deklaratën e Schumanit më 9 maj 1950. Dhe në faktikisht dhe me dhimbja nuk tingëllon jashtëzakonisht aktuale, e po, ne shqiptarve nuk na duheshin klithmat e Vladimir Putinit në portat e BE-s për të ndjerë rreziqet që na kërcënoheshin ne, por edhe vetë Bashkimit Evropian përmes Ballkanit Perëndimor. As nuk na duhej shumë për të kujtuar errësirën e gjatë të totalitarizmit, nga e cila u hodhëm në rrugët e Tiranës me shpejtësi duke bërtitur e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Për ne, BE-ja është ende sot, ajo që ajo ka qenë për etërit themelues, është kaq e thjeshtë, një ide e çmendur ndoshta në atë kohë, një ide revolucionare, që armiqtë e lashtë të bëheshin partner, që sovraniteti të bëhej një dhe të ndahej për të mirën e përbashkët, që paqja të ndërtohej jo mbi dominim, por mbi bashkëpunim dhe solidaritet, në të njëjtin qiell të lirisë dhe në tritën e demokracisë. Dhe pavarësisht dyshimeve e pengesave, idea i doli mban dhe projekti u shndërrua në Bashkimin Evropian. Modeli më vizionar i integrimit paqësor në historinë e njerëzimit. Jo shumë kohë më parë, nuk e di çfarë është shkruar në këtë faqe, që nga kaq e turpshme që të dalë. Po, 6 dekada e gjysmë më vonë, kjo vazhdon të jetë e vërtet, mbetet e vërtet. Askush nuk ka ndërtuar asgjë të ngjashme dhe askush nuk do të ndërtojë diçka të ngjashme, prandaj më mirë të jesh pjesë e saj. Kjo është ajo që mendojnë, duan dhe do të bëjnë shqiptarët, çfarëdo që do duhet për të arritur, sepse ne kemi mësuar me vështirësi se paqja është vetmja betejë që ja vlen të zhvillohet dhe se rruga e etërve themelues është vetmja rrugë që ja vlen të ndiqet. Pra, jo shumë kohë më parë, fjala zgjerimi ishte thuajse e ndaluar në fjalorin e BE-s dhe për mua ajo pante erën e tradhtisë ndaj vetë arsyes për të cilën u vu në lëvizje Bashkimi Evropian, sepse për mua zgjerimi përmban përgjigjen më të fuqishme ndaj kësaj pyetje. Çfarë është Bashkimi Evropian? Për çfarë qëndron ai? Dhe le të rindis këtu 5 të vërteta të thjeshta. Ribashkimi shëron plagët historike, ribashkon ose rikthen lidhjet e kombeve të ndara me forcë, rikthen identitetin evropian të atyre që u mbajtën jashtë me dhunë, jo me zgjedhje. Franca dhe Gjermania dikur na mësuan të gjithëve ne se si armiqt mund të rindërtojnë besimin dhe zgjerimi vazhdon me të njëjtën trashëgimi, ndërprerja e saj
do të ishte tradhti ndaj vetë BE-s. Së dyti, ribashkimi zgjeron dhonën e paqes. Në fakt, qëllimi themelor i BE-s është paqja. Çdo zgjerim ka zgjeruar jo vetëm gjeografinë e Bashkimit Evropian, por në fakt gjeografinë e stabilitetit, demokracisë dhe sundimit të ligjit. Dhe është e qartë se Europa do të jetë më e lirë, më e sigurt atë ditë që BE-ja nuk do të ketë më vetëm dy kufi, kufirin e jashtëm dhe kufirin e brendshëm, që rrethon dhe ndan vendet e Ballkanit Perëndimor nga pjesa tjetër. Së treti, ribashkimi përmbush një premtim të vjetër për ata që luftuan për liri, që pranuan demokracinë me kuraj. Europa ishte feneri i vërtet. Dhe ky ishte mesazhi i Selanikut në vitin 2003. Pra thjesht imagjinoni për pak çaste. Për një çast të vetëm, shtetet baltike dhe Poloninë sot jashtë Bashkimit Evropian apo jashtë NATO-s. Por ky premtim i vjetër duhet mbajtur plotësisht dhe mos mbajtja e tij, duke na mbajtur ne vendet e Ballkanit Perëndimor jashtë BE-s, do të thotë që jo vetëm luan me zjarrin, por që tashmë po digjet ky zjarr në kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian dhe në atë zjarr të djegësh edhe vetë autoritetin etik të BE-s. Së katërti, ribashkimi çliron prosperitet, sjell prosperitet. Po zgjerimi nuk është vetëm politik, është edhe ekonomik. Antarët e rinj zgjerojnë tregun, sjellin dinamizëm, inovacion, energji rinore. Dhe Ballkani Perëndimor, për të mos thënë Shqipëria dhe Malezi si fillim, nuk janë barë as pak. Për kundrazi, ne sjellim burime, pozicion, popullsi, energji, pasuri, asete për të ardhmen e Bashkimit Evropian dhe në fund, po jo më pak nga rëndësia, sjellim një buzëqeshje të madhe në fytyrën shumë shpesh të zymë të Bashkimit Evropian. Jo keqë? As pak keq. Imagjinoni pak një Bashkim Evropian që buzëqesh çdo mëngjes, çdo ditë në mëngjes. Së pesti, zgjerimi funksionon. Sa herë BE-ja ka ftuar antar të rinj në klubin e saj, përfitimet kanë tejkaluar frikën. Çdo herë ka ndodhur kjo, shifrat e tregojnë qartë. Faktet e ilustrojnë këtë gjë dhe nuk ka as edhe një arsye të vetme që të besojmë që gjërat do të jenë ndryshe tashmë. Përkundrazi, sa më shpejt të ndodh, aq më mirë do të jetë për BE-n. Dhe më lejoni të vazhdoj duke prerë litarin dhe duke shtuar po, na duhet përgjigje ne nga ana jon, për të gjithë ata që thonë nuk funksionon me 27, e si do të funksionoj me 29, si mund të funksionoj me 33 apo 35, me të gjitha vetot që ata kanë, me të gjithë komisionerët e tyre që do të sjellin. Po, e vërtet, po ta shohim nga ky kënd, nuk mundet të funksionoj, por ne mund ta bëjmë të funksionoj nëse e vëmë BE-n të parën, në radhë të parë dhe lëmë njanë egot tona kombëtare, pa veto, pa komisioner për ne, as veto, as komisioner, pra si ju duket, e realizueshme është, kështu që le të flasim për këtë gjë, ta diskutojmë. Të dashur miq, planeti ynë rrotullohet në një drejtim, por jo bota. Bota është e thëzuar, e trazuar, e paparashikueshme gjithnjë e më shumë. Të mendosh se gjërat do t'i kthehen ndonjëherë normalitetit të vjetër është një iluzion i rrezikshëm. Të vepruarit mbi bazën e këtij iluzioni është edhe më e rrezikshme dhe thjesht rrit dhimbjen e zgjimit të pashmangshëm. Demokracia është në tërheqje. Demagogjia po ecën përpara, në marshim të drejtat e njeriut janë në sulm, sistemi ynë po vihet në provë si nga jashtë ashtu edhe nga brenda. Po grumbullohen re dhe stuhi gjeopolitike. Jo vetëm që Europa e ndarë është më e dobët, më e cënueshme ndaj presionet, manipulimit dhe ndikimeve të liga, por duket më tepër si një pre e dëshiruar për agresorët dhe spekulatorët sesa një konkurrent i fortë në lojën e re të fuqive të mëdha. Ribashkimi përmes zgjerimit është përgjigjja më strategjike e Europës, është thelbi i autonomisë strategjike europiane. Europa e bashkuar është Europë që formson fatin e saj, jo ajo që endet në stuhinë e dikujt tjetër.
Ata që i kundërvihen zgjerimit flasin shpesh për kosto, por harrojnë faturën e mos zgjerimit. Më lejoni të përmend tashmë disa përbërës të listës së gjatë: ndjenja e pafuqisë, stagnim ekonomik, depërtim gjeopolitik nga aktorë me fytyra miqësore, por që nuk ndajnë vlerat europiane, një Europë me vrim në zemër, një Europë me cënueshmëri të përhershme në periferi, një Europë që trajton iden e vetë themelimit të vetë, një Europë që nuk është e përshtatshme të mbijetojë si lojtar i madh në këtë lojë të re. Ribashkimi nuk është favor që anëtarët e vjetër u bëjnë të rinjve, është një fat i përbashkët, është një barë e përbashkët, një barë të cilën e ndajmë tani, sot dhe nesër, në një botë ku BE-s i duhen të tjerët, po aq sa të tjerëve u duhet BE-ja në mos më shumë. Atëherë, të vim tani, drejt fundit, ndonjëherë duhet t'i përgjigjem ndonjë pyetje jo fort të lehtë. Për shembull, pse duhet ketë interes BE-ja që ta ketë Shqipërinë në tryezën e saj të rrumbullakët? Unë besoj që përgjigjja është më e lehtë se sa vetë pyetja. Ju uroj mirëseardhjen delegacionit rus. Pra, e përsëris këtë, sepse një person i rëndësishëm sapo zuri vend. Dhe po thosha, David, ndonjëherë më duhet t'i jap përgjigje një pyetje që s'është fort e lehtë, që çfarë interesi dhe pse duhet ketë interes BE-ja që Shqipëria të jetë në tryezën e saj të rrumbullakët. Dhe mua më duket që përgjigjja është më e lehtë se sa vetë pyetja. Shqipëria sjell në tryezë shpirtin e madh të dikurshëm të Europës dhe i shton asaj, kurorës së saj, edhe një gur tjetër të vogël të çmuar. Jo vetëm pas një kosto domethënëse, por me përfitimin e një shembulli që do t'i shërbej BE-s si në periudhën afat shkurtër ashtu dhe në atë afat gjatë. Shqipëria është gati, jemi tërësisht të përkushtuar, e kemi treguar këtë gjë, kemi treguar rezultate me reformat, nuk do të ndalemi për asnjë çast. Ne po investojmë tek e ardhmja jonë me mendsinë e një vendi që tashmë ndihet i përgjegjshëm ndaj Bashkimit Evropian ditë më ditë, ndjen përgjegjësinë ndaj Bashkimit Evropian dhe nuk i kërkojmë asgjë tjetër përveç se mundësisë për të shërbyer Europës që Europa të shërbej paqes, siç ka thënë edhe Jean Monnet edhe për rastin tonë. Dhe vërtet për të arritur tek fundi, sepse e dini si shkon puna me burrat Ballkanas që kur marrin fjalën që thonë që do ta mbyllin, po nuk e mbyllin, po do ta mbyll vërtet fjalën time, duke i lejuar vetes një kënaqësi të vogël, ndoshta që t'i jap një këshill Martës. Unë besoj që ndërsa Marta po shkruan historinë me ne, duhet sigurohet që edhe historia të shkruaj për të në faqet e saj. Dhe kjo është arsyeja pse kur t'i mbaroj mandati asaj, ajo thjesht do duhet që të botoj një libër me titull Antologjia e plotë e një zgjerimi të bërë nga unë. Dhe i jap fjalën Martës, me të gjithë lagjen ballkanike që janë dëshmitarë këtu, që do të përmbahem me fisnikëri nga pretendimet e së drejtës së autorit për kapitullin e Shqipërisë. Faleminderit për durimin që është shumë frymëzues për mua, sepse më thonë që shumica për jush vini nga e njëjta lagje dhe që të kemi një brez të ri që është kaq i duruar, tregon që tortura e Bashkimit Evropian po funksionon dhe në të njëjtën kohë vërteton që ne jemi gati që të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian pa sjellë dhimbje koke nga Ballkani, por duke i ndihmuar ata që t'i bëjnë ballë procesit të ballkanizimit që në fakt po ndodh në shumë prej vendeve të tyre. Faleminderit. Prime Minister Rama, thank you very much. Nderuar kryeministër, faleminderit shumë për mesazhin tuaj frymëzues dhe ne e dim tani sepse udhëheqësit e Shqipërisë dhe të vendeve të tjera të rajonit, siç kemi folur sot, do duhet patjetër të jenë në tryezën tonë të rrumbullakët. Faleminderit që keni sjell konceptin e ribashkimit dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe këtë në fakt e kemi diskutuar gjatë gjithë paradites. Pra,
pas një dite plot me diskutime për strategjike, politike, dimensionin njerëzor dhe human të zgjerimit, tashmë do të kalojmë tek mekanizmat praktik. Si do të arrim tek poja? Pra,